Kolegë deputet, në Kuvendin e Shqipërisë ka mbërritur raporti vjetor i qeverisë lidhur me ecurinë e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, bashkuar këtu dhe raporti i 3 muajve të parë të vitit 2026. Ajo që duhet t'ua themi me shumë krenari shqiptarëve, nuk është shpresa apo mallkimet e atyre që për ditë mundohen thonë që negociatat kanë ngecur, që Shqipëria është bllokuar, është fakt nga Komisioni Evropian, nga Parlamenti Evropian dhe nga Këshilli Evropian, nga të treja institucionet europiane, se Shqipëria sot ka përmbushur të gjitha detyrimet që vinë nga procesi i anëtarësimit të Shqipërisë sonë të përbashkët në Bashkimin Evropian, të gjitha piketat e ndërmjetme, detyrimet që kishte Shqipëria sipas raportit Komisionit Evropian janë përmbushur. Ka një procedurë që të gjithë e dimë, e cila nga Komisioni kalon tek Këshilli, nga Këshilli te vendet anëtare, dhe një gjë është e sigurt që brenda fundit të majit apo fillimit të qershorit, sikurse u komunikua dje nga komisionera Kos dhe dje nga zëvendës presidentja dhe komisionerja e lartë Kaja Kallas, se pritshmëria e Shqipërisë për të përmbyllur procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 është shumë realiste. Madje po citoj këtu komisionerën Kallas, e cila tha që Shqipëria bashkë me Malin e Zi duhet të bëhen gati për të marrë pjesë në zgjedhjet europiane të vitit 2029. Ky është fakt. Sa i përket gjithë këtyre emaileve që the, habereve që the, ne dim fare mirë ajo që bën ju. Dhe misisht hiqni dorë nga gjithë kjo balt që hidhni kundër Shqipërisë. Nuk e keni Shqipërinë vend armik, po jeni pjesë e pazëvendësueshme e demokracisë së vendit tonë. Ne nuk ju zgjidhim dot ju, as ju nuk na zgjidhni dot ne. Por është momenti i duhur historik që të punojmë gjithë së bashku për ta çuar këtë aspirat historike të shqiptarëve pas 35 vjetësh punë të përbashkët. Përfundoni, ju lutem. Në shumicë, por nuk ju bën nder as pak që të shani nga mëngjesi në darkë Shqipërinë. Ejani dhe lexojeni me vëmendje raportin që do të miratoj Parlamenti Evropian në afet në datë 5 maj, ku ju bën ju një thirrje për të bërë pjesë e të gjitha proceseve. Ne kemi gatishmërinë, punojmë me ju për gjithçka. Por edhe ju duhet merrni përgjegjësitë që ju takojnë. Faleminderit zoti kryetar. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Klevis Balliu. Edhe njëri ju kujtoj t'i përmbareni procedurës. Kryetar, do t'ishte e udhës që kryeministri sot ishte këtu, pasi është i vetmi kryeministër në botë i kapur në flagrancë në mashtrim, kur vetë ka deklaruar se drejtoresha e Akshit është një njeri që s'ka as shtëpi, as makinë, aq keq ishte puna sa disa socialistë filluan të hapnin një faqe GoFundMe për Mirlinda Karçanaj. Tani Mirlinda Karçanaj na del me apartamente në zona ku shkon 5.000 euro metri katror. Nga ana tjetër, vjedhjet dhe abuzimet e asaj që vetë Edi Rama ishte krenar si institucion dhe e ka thënë publikisht pas nisjes së hetimeve për Akshin, tha është institucioni më i mirë që ka punuar më mirë se kudo tjetër, ai institucion ka prodhuar sheikun e parë.
në Shqipëri Ergyes Agasin, i cili kishte nga një pyll në çdo qytet Shqipërisë dhe në çdo pyll kishte nga një vil. Për mos thënë pastaj për dhjetra llogari bankare miliona euroshe. Por ku këta sklevërt e Edi Ramës kishin qindra miliona euro dhe kishin gjithë të pasurit palujqme, sa pasuri ka shefi i tyre, Edi Rama? Për sa i përket Europës dhe gjuhës për Shqipërinë, ka vetëm një parti këtu që e mbron Shqipërinë. Se të denoncosh krimin dhe të luftosh krimin, nuk do të thotë luftosh Shqipërinë, do të thotë të luftosh qeverinë e krimit. Pikërisht me këto denoncime janë arritur disa hapa, disa nga ata mafioz dhe kriminal që ju i bët investitor strategjik që sot janë burg fal denoncimeve të kësaj opozite. Dhe sot kryeministri duhet ishte këtu dhe të na tregonte se si i mbrojti dhe pse i mbrojti publikisht edhe pas hetimit, edhe Mirlinda Karçanajn, edhe Ergyes Agasin. Dhe sot kjo duhet jetë temë diskutimi, për ai fshihet, kurse ju që flisni për Europën, shpresoj shumë mos shtohen ato kushtet. Por gjitha gjastat janë që shtohen kushtet dhe ka vetëm një fajtor për shtim kushtes. Dhe nuk është Shqipëria. Nuk janë qytetarë shqiptar, por është kjo qeveri që shtohen kushtet sepse duhet mbroni këta kriminal dhe mafios. Duhet mbroni këta që janë pasuruar si askush tjetër në kurriz qytetarëve me prokurime dhe me tendera të pafundme në institucionet që drejtoni ju. Jeni ju ata që i shtoni kushtet, jeni ju ata që bllokoni integrimin. Integrimi i Shqipërisë në BE ka vetëm një shpresë dhe ajo është largimi juaj. Zoti Eno Bozdo. Zoti kryetar, qëndroi procedurës. Prej 3 javësh tashmë është depozituar një kërkesë nga 7 deputet Partisë Demokratike për një interpelancë urgjente me Ministrin e Energjisë. Fokus të sektori hidrokarbureve, tek rezerva e naftës, rezerva e sigurisë naftës që duhet të ekzistonte dhe nuk ekziston, të gjithë problematikat me sektor të veçantë që furnizohen me këtë, të masat e marra në raste se situata do komplikohet. Kemi 3 javë që kemi depozituar, ende nuk është në kalendar. Si shpjegohet një gjë e tillë dhe na jepni një sqarim, lutem, se çfarë do ndodh. Patjetër. Është në kalendar, nëse lexoni kalendarin, është në seancën e radhës, mund të ishte futur dhe sot kemi 6 interpelanca, por kemi dhe një kufizim rregullore, nuk mund të ketë më shumë se 2 interpelanca urgjente në një seancë, sot kemi 2 interpelanca urgjente dhe 4 normale, zakonshme, kështu që në seancën e radhës, interpelanca juaj do të jetë në rend e ditës. Është në kalendar. Zoti Tedi Blushi. Zoti kryetar, po ju kujtoj që kam 4 muaj që pres të zhvillohet një interpelancë me Ministrin e Bujqësisë për çështjen e fondeve IPART. Dhe për të qëndruar strikt rregullores dhe sidomos kushtetutës, po ju rikujtoj për të disatën herë në erin 80 të kushtetutës. Pikën 1, ku çdo antar i Këshillit të Ministrave, pra çdo ministër është i detyruar të përgjigjet interpelancave dhe pyetjeve të deputetëve brenda 3 javëve. Ende nuk kam një përgjigje kushtetuese dhe mbështetur në rregulloren e kuvendit nga ju si kryetari i kuvendit, ose më jepni dhe mua në dispozicion, siç u dhat kolegëve para folës së drejtën për të prezantuar qëndrimin tim në 10 minuta, ose ju lutem më jepni arsyet pse kërkesa ime për interpelancë për një çështje kaq të rëndësishme për fermerët, për një sektor jetik si bujqësia, shmanget dhe më refuzohet. Ju lutem pres një përgjigje mbështetur në rregullore dhe në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë,
ose më jepni dhe mu pasaj të drejtën për të mbajtur 10 minuta qëndrimin tim. Faleminderit. Mbështetur në rregullor dhe në kushtetut, ju e keni marrë përgjigjen, nëse deputeti prap refuzimin dhe arsyet me shkrim të refuzimit të